një histori interesante, keni fakt disa historiza interesante për Artan Dulagun. E para, ke një histori si filloi të ndërtonte pallatin e parë, pastaj ke një për provën e Vinçit, ke edhe një për fishek zjarre. Kjo e pallatit parë është fantastike. Është fabul për film. Sepse në fakt tani ishte shumë këmbgulës, sa i merr me ca biznese tjera, pastaj do fillon me makina, me fishek zjarre. E deshit fillonte, po ishte çun i ri, nuk i besonte njeri. Edhe duhet bënte një gënjeshtër të bardhë, gënjeshtër të bukur, nuk po e them si e bëri, fundja le ta lexojnë, edhe arriti që ta mirte tokën, ke shkolla 11 janari e të ndërtonte pallatin e parë. Historinë se ndërtimet i ka filluar ke 11 janari ka treguar aty ku e ulur ti. Por atë gënjeshtën e bardhë nuk e ka treguar, edhe as unë nuk po e tregoj, por unë e lexova dhe ju kam marrë me njëherë telefon. Është shumë e bukur. Shumë e bukur. Edhe bravo i qoftë, edhe nuk ishte thjesht se bëri një gënjeshtër, si njeriu bën edhe në një manipulim të vogël për të ardhur, po pa i bërë keq tjetrit. Përkundrazi, ai e bëri mirë atij pronari. Zbukurojmë për nuk gënjejmë. E dyta ka qenë historia e provës së Vinçit. Montoi një Vinç ke kikët. Vinçi më i lartë që kisha ardhur deri atëherë. Edhe duaj ty për ke kova e Vinçit të provojë, asnjëri nuk hypte. Hypi zoti tani. Edhe aty tha djeva dhe një pamje kaq bukur se s'kishte hyp njëri kaq të lartë, saqë provoi ky, pastaj filluan ta provojnë të gjithë typin e ta shifnin. Sikundër edhe keni treguar kur morën fishek zjarre në një makinë. Edhe ajo u tregua shumë gocimtar, vuri veten në rrezik se një nga kamionët që ishte plot me fishek zjarr, dhe aty ishte magazina me fishek zjarr të tjerë, mori zjarr dhe ky vetëm hypi sipër mbi tendën e asaj, me gjente përpara u arriti e shuajti, sepse do ishte bërë një dëm shumë i madh. Këto tregime, këto fabula dëshmojnë se sa vështirësi kalojnë bizneset dhe biznesmenët, përkundër asaj që duket nga distanca që as diskutohet, as mendojnë se çfarë vështirësi kalojnë. Sepse gjithmonë shifet vetëm pjesa pozitive, nuk shifen ato çfarë kanë kaluar problematikën. Zoti Dulaku ka qenë gjithmonë avangard. Okay. Gjithmonë avangard. Keni përmendur në libra dhe Zamir Manen. Zoti Samir është tjetër gjë. Pse është tjetër gjë? Sepse ai nuk e filloi biznesin këtu si zoti Dulaku me vështirësitë me këtë. Pa erdhi përgatitur për biznes. Se jetoi në Vjenë, u mor me biznes në Austri, edhe erdhi në vitin 2002. Edhe ai futi ca gjëra shumë të rëndësishme evropiane në metodën e punës, në metodikën e punës, përveç asaj ai nuk pati në fillim fare ndërtimin, po pati elektroshtëpiaket, pati këto qendra tregtare. Po për zotin Samir, unë po them vetëm këtë fjalë që thon njerëzit, nuk është po slogani vetë, thon njerëzit, ku shkel Samiri, krijohet një zonë e re dhe investimi është i sigurt. Ai më ka kujtuar, pra Zamiri Mane, postulatin që tregohet në real estate, lokacioni, po, por edhe besimi. Më shumë se sa në lokacione, me sa duket ka investuar tek besimi. Patjetër. Dhe ajo që të bën përshtypje është që tregon që i priste vetë gjithë klientët. Po. Ai priste vetë klientët në fillimet e para, po më e bukura është kjo se mirë ma kujtove. Në kohën që filloi Green Costi, atje që ishte shkretë të tirë, asgjë s'pipëtinte, mblidhej bordi për diskutuar për shitjet, për ecurinë, sa filloi? Ai nuk fliste për këtë, ai fliste për Green Coast 2-shin dhe Green Coast 3-shin. Këto habiteshin, ç'ne ky? Ja ku e ke tani Green Coast 1-shin. Shumë i mirë, Green Coast 2-shi po vazhdon, do filloj shpejti edhe Green Coast 3-shi. Imagjino sa larg pamës. Pra ishte larg pamës. Një histori interesante është ajo e Kadri Morinës. Për truallin ke downtowni, ke godina ikonike e qytetit tash. Të gjitha këto që flasim neve janë ngjarje, po në fakt kanë bëjnë me një domethënie shumë të madhe se nga prandaj kanë dëshirë që ti tregoj. Nga këto mëson. Me zotin Kadri kemi punuar goxha, biznesmeni suksesshëm. Më thret edhe do të vlerësonte për i vlerësim tokën kur sot downtowni.
Edhe i pyet çfarë çmimi, 5.000 euro më thot mua metrin katror. Absolutisht, s'kisha dëgjuar ndonjëherë tokë 5.000 euro metër katror. Fundja mora, se kishte studim, mora studimin, e vlerësova 3-4 ditë, kur më doli për abin time 5.000 euro metri katror. Ndrova makinën llogarice, se thash kush e di. Mos po ka bim makina. S'kisha dëgjuar vlerë tillë. Edhe ajo vlerë ishte reale, justifikohet me godinën e madhe që u ndërtua atje. Edhe tani tutje them, moj tokë, më thuaj çfarë ngarkese më ban, të them çfarë vlere ke. Pandi Carapuli. Pandi Carapuli ka Dhe ndërtuar rezidenca Park Life. ka ndërtuar pak, po ato që ka ndërtuar i ka me cilësi shumë të lartë. Standard. Është i vetmi zhvillues që se kam takuar shumë që më ka përmendur fjalën decibel, njësinë masë të zhurmës. Edhe sa herë i kam thënë, hajde shkojmë shohim këtë cilësinë këtu, lë punët e tjera dhe shkon edhe tregon. Që do të thotë për ata që nuk e kuptojnë që ai i vë shumë rëndësi dritareve dyreve që brenda finiturave që mos ketë asnjë mos ketë zhurmë. Edhe ka marrë dhe austriakët, se punonin me austriakët me aparaturat përkatëse për të matur zhurmën brenda, dëgjohet apo nuk dëgjohet. Dhe ndërkohë që ka ndërtuar edhe një projekt ku nuk ka makina mbi tokë. Po, edhe ai është shumë i bukur, shumë nuk është godin standard i ri. Shumë i veçantë, ke spitali i Kafshëve, ka bërë një pjesë, tani po bën dhe 2 të tjera, 2 bashkangjitur.